Cila është arsyeja që profeti sallallahu alaihi wa alihi wasallam bën dua, in u'tiya radi, nëse i jepet, kënaqet. Wa in lam yu'ta sakhit. Nëse nuk i jepet, atëherë zemrohet. Pra nëse i jepet nga Allahu subhanahu, mendon se Allahu e ka nderuar. Rabbi akraman, sikur se ka në surën Al-Fajr. Zoti im më ka nderuar, thot. Dhe po kështu nëse njerëzit i japin, e ndihmojnë, kanë marrëdhënie të mira me të, mendon që pra është vazhdimisht i kënaqur. Pra nuk kënaqet me caktimin e Allahut të lartësuar dhe nuk bën durim, qoftë në kënaqësi, në gëzime, qoftë në hidhërime. Wa lam yu'ta sakhit. Dhe nëse nuk i jepet prej njerëzve apo për Allahun subhanahu wa ta'ala, atëherë zemrohet. Nuk kënaqet me kaderin e Allahut, me caktimin e Allahut të lartësuar. Por kjo është vepra e hipokritëve, sikur se Allahu azza wa jalla thot: "Ashihatan aleikum", ata janë kooperac ndaj jush. Pra hipokritët nuk i bëjnë dobi besimtarve, nuk i bëjnë dobi me qoftë në anën materiale, qoftë me idetë e tyre, me sugjerimet e tyre, se sikur se Allahu azza wa jalla thot: "Fa in u'tu minha radu", nëse u jepet ata kënaqen, "wa in lam yu'tu minha idha hum yaskhatun", dhe nëse nuk i jepet, atëherë ata zemrohen.